Faleminderit që erdha Altin, dhe ndërkohë nga Kosova na lidhen analisti Lulzim Veliu dhe Kadri Kureziu, konstitucionalist ish antar i gjykatës kushtetuese. Mirëmbrëma zotrin, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, do ta nisim pikërisht tek ai vendim që patëm gjatë ditës së djeshme, zoti Kureziu fillimisht me ju, vendimin e gjykatës kushtetuese të shumë pritur për të parë se si mund të marrë drejtim kjo krizë e paprecedent në Kosovë, ku prej muajsh nuk konstituohet Kuvendi i Kosovës, e për më tepër qeveria e re e Kosovës e Albin Kurtit. Çfarë ishte për ju ky vendim, zoti Kureziu? Ishte një zgjidhje situate apo prodhimi një krize të re? Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndes të gjithë panelistët atje. Faleminderit. Atëherë, derisa të sistemohet edhe lidhja me zotin Kureziu, zoti Veliu, si analist në Kosovë dhe ndjekës me vëmendje i zhvillimeve atje, cili ishte komenti juaj mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, duke pasur parasysh edhe reagime që pasuan? Po me thënë të drejtën, politika kosovare është në periudhën e fundit kohor, jo vetëm të fundit, po ka vite që me duket çdo herë me problemet e tyre politike mundohen t'i kthejnë dhe t'i bëjnë juridike dhe i drejtohen gjykatës kushtetuese. Nuk kemi asnjë vend në rajon që i drejtohet gjykatës kushtetuese kaq shumë sa e bën politika e Kosovës. Në këtë rast, pra për rastin e fundit, ndoshta më kompetent rreth vendimit të gjykatës është zoti Kureziu, i cili iku nga linja, mirë po unë një gjë mund të them se gjithmonë sipas mendimit tim, se gjykata kushtetuese sikur nuk e pruri një vendim të prerë me të cilin do të mbyllte gojë njerëz apo palës tjetër politike dhe e la në pezull gjithë ato kërkesat e tyre nuk janë të sqaruara në mënyrën e duhur. Dhe unë mendoj se duke pasur parasysh se në Kosovë kemi politikaj të papërgjegjshëm kundrejt detyrës, kundrejt pozicionit, kundrejt qytetarëve, por edhe kundrejt Republikës së Kosovës, atyre duhet ju mshohet me që kanë në kokë dhe t'ju tregohet tamam se si është dhe si duhet vepruar. Mirë po kësaj radhe gjykata kushtetuese e mori një vendim që mund ta quajmë as mish, as peshk, pra gjithmonë sipas mendimit tim, dhe jam më së i sigurt se situata do të vazhdoj me të njëjtin avans siç ishte para vendimit të gjykatës kushtetuese. Këtë mendim ma përforcon edhe më tepër deklaratat e sotme që u bën nga eksponentë të gjitha partive edhe nga vetë kandidatja për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonja Albulina Haxhiu, e cila e tha shumë qartë se unë do jem kandidat deri në momentin kur nuk do të merr 61 vota të votimit të fshehtë. Të votimit të fshehtë. Ndërsa ne të gjithë e dim shumë mirë që votimi i fshehtë është i lejuar dhe votimi i hapur, mirë po në rast se në një seancë kemi filluar me një votim të hapur, ajo seancë duhet të mbyllë me votimin e hapur. Dhe ne kemi 38 tentativa për të zhvilluar seancën, që ka mbetur vetëm në tentativë dhe nuk ka arritur të mbaroj pra me zgjedhjen e strukturave apo me konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Teksa e kemi të rikthyer në linjë edhe zotin Kureziu. Zoti Kureziu, çfarë do të veçonit nga momentet kryesore të vendimit të gjykatës kushtetuese? Afatin 30 ditor dhe pyetja lind çfarë ndodh pas 30 ditëve, dhe momenti më delikat është edhe kjo që preku zoti Lulzim Veliu, kur tha për pjesën e votimit të fshehtë, që procedura që nis duhet të vijojë e njëjta dhe jo të ndryshojë gjatë seancës në vijim. Çfarë mund të na sqaroni më shumë si ekspert i fushës në këtë rast? Do të mundohem në pika të shkurtora, do thotë
Rendi ditës ndërtohet ose krijohet prej ish kryetarit të Parlamentit të Kosovës dhe ky rend ditës nuk duhet të ndryshojë, për shkak se kjo konsiderohet një seancë konstitutive themeluese e cila ka karakter ceremonial. Dhe këto situata nuk ka ndodhur, është rast pa precedens në Parlamentin e Kosovës nga praktikat parlamentare deri më tash s'kemi pas kësaj lloji situatash. Kërkesa të cilën e kanë bërë 10 deputet të Aleancës për Armërinë e Kosovës ka qenë një kërkesë se a ka mundësi që të votohet në mënyrë të msheftë, do të thonë për të zgjedhur kryetarin e Parlamentit, por kjo ka qenë vetëm si tentativë. Nuk është marrë ndonjë vendim i tillë në Parlament dhe gjykata kushtetuese këtë kërkesë nuk e ka trajtuar fare. Është një element në gjykatën kushtetuese të cilën ne kemi përdorur herë pas here, atëherë kur nuk e trajtojmë kërkesën decisive të një parashtruesit të kërkesë, po trajtojmë një kërkesë e cila te i kalon. Do të thonë kërkesën e parashtruesit dhe që quhet ultra vires, që nuk kupton kur konsiderohet se efekti i veprimit të një institucioni të cënon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës Kosovës. Kështu se duke pasur parasysh se kjo ka kaluar në absolutitet, e cila nuk ka ndodhur në praktikat parlamentare të Republikës Kosovës, gjykata ka marrë vendim për të caktuar një afat kushtetues për 30 ditë që brenda 30 ditë të konstituohet Parlamenti si një organ më rëndësishëm bazik i Republikës Kosovës, se Kosova është një republikë e pasur parlamentare. A besoni se zgjidh diçka ky afat 30 ditor, pra që palët të mos ndryshojnë në qëndrim? Supozojmë që zonja Haxhiu mund të tërhiqet nëse do ketë një ndryshim në procedurën e votimit, pra nuk do të jetë e fshehtë. A mund të ndryshojë diçka në këtë 30 ditë? A mund të respektohet ky vendim i gjykatës kushtetuese dhe nëse jo, çfarë zgjidhje vjen më pas? Në bazë të merri 106.000 të kushtetues të Republikës Kosovës, të gjitha vendimet e gjyqësorit në Republikën Kosovës duhet të zbatohen nga autoritetet e shtetit, për ndryshe nëse nuk zbatohet, atëherë krijohet një vepër penale, ose delinkuencë penale të cilën autoritetet përfaqësuese të subjektit të personave juridike, përfaqësuesi personave juridike duhet të përgjigjet penalisht nëse nuk zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Për shkak se gjykata kushtetuese nuk ka ndonjë mekanizëm të veçantë specifik për zbatimin e vendimeve të saj. Pikërisht do t'ju pyes se gjykata kushtetuese edhe te ne nuk e ka atë mekanizëm dhe shpesh, sidomos gjatë vitit të fundit, kemi parë përpjekje të mazhorancës në parlament në rastin ton për të mos ju bindur vendime gjykatës kushtetuese edhe kur kjo e fundit ka këmbgulur. Dhe në këtë rast, kur krijohet vepër penale, si reagohet më tej? E çon gjykata kushtetuese, kë pa ditë në këtë rast partinë që ka përgjegjësi kryesore për ta zgjidhur dhe këtë rast është vetëvendosja, si funksionon? Jo, Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ex officio ka për detyrë zyrtarisht të nisë procedurën për ata të cilët konsiderohet se kanë shkelur ligjin gjatë procedimit në konstituimin e Parlamentit të Republikës Kosovës. Po unë shpresoj se kjo nuk do të vijë deri te kjo situatë gjatë këtyre 30 ditëve në konsideroj se subjekt dhe forcat politike në Republikën Kosovës do të bëjnë një zgjidhje dhe këte kem prej nesër dhe kem do të thotë një takim të Albin Kurtit si deputet me gjitha forcat politike të Republikës Kosovës për të gjetur një zgjidhje adekuate. Përndryshe, vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim optimal, e cila i ka sqaruar disa çështje të cilat kanë qenë të sqaruara nga gjykimi i 2014-s, që nuk kupton se deputetët duhet të jenë detyrimisht në seancë dhe detyrimisht të votojnë për, kundër dhe të abstenojnë. Por nuk kupton që të votojnë për një person, për një kandidat të cilën e propozon forca më e madhe politike në parlament. Okej, zoti Gjeta, një mendim tuaj në përgjithë të zhvillim, sepse është komentuar tashmë deri tani gjithë kjo situatë pa precedent në Kosovë, por a mendoni realisht që takimi i zotit Kurti, fakti, sinjali që u dha sot që pas këtij vendimi nuk u zhvillua ajo seancë, do ishte edhe tepër po të zhvillojë. Në fakt po pati një tërheqje që të mos zhvillojë, duke i lënë hapësirë këtij takimi të zotit Kurti me të gjitha forcat politike. Nesër, pavarësisht se leximi i palëve tregonte që secila gjente veten e vet të ky vendimi i gjykatës kushtetuese për të shkuar edhe te cilësimi i zotit
Veliu, që tha ishte asmish as peshk vendimi? Unë mendoj që kriza në Kosovë është politike dhe krizat politike në fakt nuk adresohen me mjete juridike, me vendime gjyqësore, pavarësisht se ky është një vendim i gjykatës kushtetuese dhe presupozohet që një vendim i gjykatës kushtetuese do ta çkyqte situatën, por theksoj që problemi është politik. Dhe i gjithë sistemi politik, kushtetues, por edhe elektoral në Kosovë është ndërtuar nga ndërkombëtarët me kontributin e tyre për të pamundsuar që një parti politike të marrë shumicën në kuvend dhe të qeverisë vetme, sepse Kosova është ndërtuar si shtet multietnik dhe janë ndërtuar mekanizmat e nevojshëm që gjithë grupet etnike të përfaqësohen në qeveri, në kuvend dhe është treguar kujdes që në Kosovë të mos ndërtohet një shtet vetëm i shqiptarëve, por ndërtohet një shtet i të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë etnike. Pra në thelb, sistemi politik në Kosovë është i sistemi i cili të imponon konsensusin. Duhet që partitë politike të bashkëbisedojnë me njëri tjetrin, të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe në momentin që asnjë forcë politike, siç ka ndodhur me rezultatin e fundit të zgjedhjeve të shkurtit, nuk arrin të sigurojë një mazhorancë absolute dhe të formojë qeverinë, sigurisht duhet t'i hahet rruga e dialogut politik. Edhe kjo nuk ka ndodhur dhe mendoj që ka qenë një krizë artificiale sepse gjykoj që asnjë nga partitë politike shqiptare në këtë moment nuk është e gatshme që të marrë përgjegjësi për shkak se nuk i ka numrat dhe së dyti dhe më e rëndësishme do thoja unë sepse Kosova ka përpara disa sfida jashtëzakonisht delikate dhe unë mendoj që të gjithë tash friken për të marrë përgjegjësi dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Shikoni, që nga viti 2020 leadershipi politik në Kosovë nuk ka marrë një vendim të rëndësishëm politik, i cili do të zgjidhte, do të adresonte probleme pa diskutim, i gjithë i bashkë. Do thoja që akti fundit i fortë politik është në shkrimin e marrëveshjes së Washingtonit në shtëpinë e Bardhë, me presidentin Trump, në ndërmjetësimin e presidentit Trump. Sigurisht aktet politike të forta të cilat janë në funksion të forcimit të interesit shtetëror janë të diskutueshme shpeshherë dhe vendime të tilla janë marrë në të shkuarën. Mendoj se disa nga këto vendime kanë qenë jo produktive, madje në disa raste kanë qenë kontraproduktive. Edhe kujtoj këtu për shembull, unë gjykoj që angazhimi i dialog me Serbinë në ato kushte, në ato terma dhe në nënshkrimin i marrëveshjes Brukselit të 2013-s, ku asociacioni është një nga komponentët kryesorë të saj, ka qenë një gabim strategjik, por ne nuk i kthehemi dot mbrapsht kësaj. Por gjithsesi, ajo çka duhet të them unë është kjo që elita politike aktualisht në Kosovë i frigohet përgjegjësisë sepse e din që do të gjenden përpara një presioni të shtuar të faktorëve ndërkombëtar, veçanërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me një president të ri atje si zoti Trump, i cili paktën në 2-3 javët e fundit e ka përmendur Kosovën dhe Serbinë që nga shpërthimi 2-3 herë. Dhe do të thotë që ka një interes të shtuar të faktorëve politik në Washington, por edhe në Bruksel, që të shtyhet përpara me një marrëveshje e cila sigurisht nuk do të jetë perfekte, nuk do t'i kënaqë të gjitha palët. Absolutisht. Dhe unë mendoj që komponenti i parë është ky që vetëvendosje, Albin Kurti nuk i ka siguruar numrat për ta krijuar qeverinë dhe do duhet të angazhojë një dialog. Por ai fillimisht u mundua që të manovronte për të krijuar një qeveri të brisht me 61-62 mandate, por duke pas parasysh që me një periudhë shumë të shkurtër brenda një viti do të shkohet drejt zgjedhjes, do të shkohet drejt zgjedhjes së presidentit të ri dhe zgjedhja e presidentit të ri kërkon një mekanizëm kushtetues i cili e detyron parlamentin që të ketë paktën 80 deputet të marrin pjesë në 3 raundet e para dhe nuk do t'i garantonte një qeveri e brisht Albin Kurti dhe në këtë kuadër ai ka menduar që një qeveri e tillë pa numrat e nevojshëm për ta zgjedhur presidentin, pa një konsensus me partitë e tjera politike, do të ishte e brisht, e paqëndrueshme dhe do të rrezojë shumë shpejt. Kështu që në këtë moment unë besoj se gjitha palët po mundohen të blejnë kohë dhe të shtyjnë sa të mundet një proces i cili do të ishte normal në themelimin e kuvendit të ri dhe mandej në krijimin e qeverisë, sepse nuk janë të gatshëm që të marrin përgjegjësi dhe të marrin vendime të rëndësishme për Kosovën. Mendoj që ky është edhe thelbi i gjithë krizës politike në Kosovë. E kuptoj. Zoti Veliu, në këtë kontekst që po flasim edhe me zotin Gjeta këtu në studio,
A është vërtet një përpjekje për të blerë kohë nga ana e vetëvendosjes, por edhe opozitës? Është një komoditet nga ana e zotit Kurti për shkak se i shef edhe të dobta forcat politike opozitare që në një palë zgjedhje të parakohshme do mund të vinin ato në pushtet, apo po shfrytëzon të gjithë mekanizmat të mundshëm përmes kësaj zvarritje të madhe që të arrijë deri diku të sigurojë numrat për të formuar qeverinë? Pse duhej të këmbgulej shumë me Albulena Axhiun, ndonë se është deputetja më e votuar, duke ju lënë një argument, le të themi, që ta përdorte opozita që nuk votojmë tërhiqni kandidaturën e Axhiut? Do shta fillimisht do t'isha lidhur me fjallën e parafolës zotit Xhetaj, i cili e sqaroi shumë mirë se Kosova do të përballet, qeveria e ardhshme e Kosovës, cila do të qoftë ai, pa marrë parasysh emri kryeministrit që do të jetë, do të përballet me problematika të mëdha, edhe me që do të jenë të detyruar për të pranuar zgjedhje pasi me sa po shihet presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rikthehen dialogut të Kosovës përkundër gjithë kësaj krize gjeopolitike për momentin që e kemi në 4 anët me problematika të mëdha, të cilën për fatin tonë të keq politika jone e papërgjeshme nuk është duke parë, politika jone e papërgjeshme nuk po i shef edhe tankat e Serbisë janë ofruar afër kufirit të Kosovës, por janë duke u marrur me gjëra personale dhe private. Pra, pa marrë parasysh se kush do të jetë, do të përballet në dialogun e ardhshëm me zotin Trump ose me qeverinë amerikane, të cilët nuk janë e njëjta qeveri që ishte me zotin Biden president, pasi ata toleruan tej mase dhe pritën për kohë të gjatë duke u vazhditur dialogu deri në këtë mos për të arritur deri te marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra, marrëveshja që në parim janë pajtuar të dyja palët, mirë po që në praktik nuk kanë filluar asnjëra as pala tjetër zbatimin e saj. Ndërsa për të kthyer te pjesë të pyetja juaj rreth marrjes së kohës, fillimisht kam pasur në bindje të plot se si lëvizja vetëvendose që është forca kryesore, ashtu edhe partitë e tjera opozitare, ish opozitare, se tani nuk kemi një parlament të konstituar, janë munduar të përfitojnë në kohë në mënyrë që të marrin një numër dhe të arrijnë te 2061. Sipas disa informacioneve që kam nga brenda lëvizjes së vendosje, ata janë mëse të bindur se në qoftë se do votohet kryetari i parlamentit, ata do të krijojnë shumicën për krijimin e qeverisë, pasi ata pretendojnë se pjesë e një koalicioni do të jetë nisma socialdemokrate, të cilët janë deklaruar se do të japin votat, dhe mirë po ata nuk janë të gatshëm të votojnë Albulena Axhiun për kryetare parlamentit për arsye të një konfliktit më hershëm mes të familjes Limaj me familjen e Axhiut, dhe pikërisht këtu ka ngelur ai ngërçi, ndërsa në anë. Po, e kuptoj, po pse duhet të këmbgul Kurti atëherë kaq shumë për Albulena Axhiun, duke pasur parasysh që e para zvarritet dhe e kalon vendin në një krizë shumë të gjatë, e dyta nëse i ka numrat për të formuar qeverinë, mund ta kapurcente shumë shpejt me një figurë që do gjente konsensus. Po këmbgul më shumë Kurti për zonjën Axhiu, apo zonja Axhiu do patjetër të bëhet kryetare e kuvendit? Është nëse e vërtet, jo unë mendoj që zonja Axhiu në këtë rast është njëra nga figurat më keq të përdorura nga lëvizja vetëvendose dhe kryeministri Kurti, mirë po edhe me zotin Limaj dhe me nismën socialdemokratike arrin vetëm deri te numri 60. Ata janë të interesuar që të kalojnë votimin e fshehtë, se me votimin e fshehtë pretendojnë se do marrin një vot nga opozita, mirë po sipas disa informacioneve që rrjedhin tani, bëhet fjalë për 4 vota të listës sërbska, të cilët janë të gatshëm ta votojnë qeverinë e Kosovës, mirë po një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë në mënyrë të hapur, e një gjë të tillë nuk e dëshiron as vetë lëvizja vetëvendosje. Pra e dëshirojnë që votimet të jetë i fshehtë, i mbyllur dhe të mos dihet se votimin e tyre ata kanë arritur numrin me votat e listës sërbska. Zoti Gjeta është... Ndërsa në anën tjetër, opozita, në qoftë se i marrim si tansi, ata kanë më tepër numra se zoti Kurti, pra kur bëhet fjalë për koalicionin në mes të
Aleancës për Armërinë e Kosovës me nismën Partinë Demokratike dhe Linjën Demokratike të Kosovës e kalojnë për 3 deputet lëvizjen vetëvendosje, mirë po aty shihet se nuk ka një konsenzus brenda tyre, pasi Lidhja Demokratike e Kosovës jo vetëm që refuzoi lëvizjen vetëvendosje për një koalicion, por ata nuk janë të gatshëm për një koalicion edhe me pjesën tjetër, pra me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Armërinë e Kosovës, dhe sikusht të tyre kanë thënë që ne do mendojmë koalicionin vetëm nëse udhëheci i tyre pra zoti Abdixhiku do jetë kandidat për kryeministër. Nesër është vetëm dita e dytë pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe zoti Kurti ka thirrur partitë politike në takim. Besoni se vjen një sinjal brenda ditës së nesërme apo do të presim se ditë të tjera kemi në vijim? Gjithsesi afati kushtetues i shprehur nga gjykata është 30 ditëshi. Urojmë që nesër të kemi një sinjal pozitiv, urojmë që nesër të kemi të arrihet një marrëveshje që për mendimin tim marrëveshja më mirë do të ishte një koalicion gjithëpërfshirës në mënyrë që Kosova të gjitha këto problematika t'i kaloj më lehtë. Se një forcë e vetme politike, cila do qoftë ajo vetëvendosje për PDK apo LDK, problematikat të cilat do të përballen në qeverisin e ardhshme 4 vjeçare do të jetë e pamundur t'i bëjë si vetme. Zgjedhja më e mirë për momentin do të ishte një koalicion gjithëpërfshirës, pra i të gjitha partive parlamentare shqiptare. Zoti Gjeta, ndërkohë ju mendoni që është për zotin Kurti e vlefshme një marrëveshje, siç thotë zoti Veliu, që të gjithë partitë politike të kenë pjesën e tyre, të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse, le të themi, apo do ishte në favor më shumë të zotit Kurti se do qëndronte të kryeministër, apo opozita nuk do ishte interesuar për shkak se nuk do t'i kishte pozitat e saj imponuese edhe brenda një marrëveshje qeverise? Shpeshherë mendohet që në raste të tilla formimi i qeverie gjithëpërfshirëse, pra të gjerë, me bazë të gjerë ku gjithë aktorët politik përfshihen, është një zgjidhje e mirë. Kosova ka shumë sfida në fakt në aspektin e brendshëm, por edhe në të jashtëm është një shtet i papërfunduar sepse nuk është i njohur ndërkombëtarisht në mënyrë universale, pra nuk ka një ulse në OKB, ka një konflikt të ngrirë me Serbinë, ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në veri, ku një pjesë e popullsisë nuk e pranon autoritetin e shtetit si legjitim e kështu me radhë, pra është një shtet i cili ka nevojë të konsolidohet, i ka ndërtuar institucionet me ndihmën e faktorëve ndërkombëtar. Këto institucione janë përgjithsisht funksionale, por do duhet që të bëjë atë hapin e rëndësishëm të maturimit dhe të konsolidimit të shtetit, si në aspektin e brendshëm, pra në ushtrimin e autoritetit në gjithë territorin dhe në zhvillimin ekonomik dhe forcimin e demokracisë, por edhe në aspektin e jashtëm, në shtimin e njojeve, në garantimin e një ulse në kombet e bashkuara dhe në avancimin e proceset integruese. Por, unë mendoj që qytetarët në shkurt të vitit 2025 folën qartë, ata votuan, vetëvendosja është partia e parë me një numër të konsiderueshëm mandatesh, por të pamjaftueshëm për ta formuar qeverinë. Dhe mendoj që logjikisht do duhet që vetëvendosja të ishte pala e parë e interesuar që të hapte një dialog me forcat tjera politike për të formuar një qeveri stabile, e cila do t'i garantonte një numër kam dhe një pyetje për zotin Kurziu, një numër komod mandatesh në kuvend dhe për të përballur me sfidat që ka Kosova. Por zoti Kurti ndoq një strategji tjetër. Ai ndoq një strategji refraktare. Ju qas ndryshe problemit duke përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të ashpër ndaj partive opozitare dhe nuk la shteg për marrëveshje dhe konsensus politik. Tani në këtë moment që ndodhem, unë mendoj që zgjidhja më mirë ndoshta do të ishte një qeveri tranzitore deri në zgjedhjen e presidentit të ri vitin e ardhshëm, pra gjithë faktorët politik të bëheshin bashkë dhe sigurisht të arrijnë një konsensus gjerë edhe për figurën e presidentit, por edhe për të adresuar disa nga problemat dhe sfidat me të cilat përballet Kosova, edhe mandej unë mendoj që do duhet shkohet në zgjedhje të reja, sepse pavarësisht se një qeveri me bazë të gjerë shpeshherë adreson disa nga problemet, garanton një lloj stabiliteti politik, unë mendoj që është rëndësishme që të kemi një qeveri në opozitë, sepse demokracitë funksionojnë kështu, pra funksionojnë me mazhorancë dhe opozitë, dhe duhet që
parimi kontrollit balancimit pushteteve të jetë funksional edhe besoj që kjo do ishte zgjidhja më e mirë. Por një opozitë që imponohet dhe vepron dhe një qeveri që dëgjon opozitën të ridikut. Shkurtimisht i kthejmë edhe një herë tezës time që mendoj që asnjë nga aktorët politik në këtë moment nuk është i gatshëm marrë përgjegjësi sepse do duhet merren vendime të vështira, do duhet të ndërmerren hapa të guximshëm, edhe gjykoj që mungon vizioni dhe them me keqardhje këtë, sepse leadershipi politik i parë dhe pas pavarësisë, i cili përgjithsisht ishte vinte nga udhëheqja politike dhe ushtarake e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, arriti të bënte disa konsensuse historike. Sigurisht një pjesë e tyre ka qenë dhimbshme, por në tërësi ata garantuan pavarësinë e shtetit Kosovës, dhe mendoj që kjo është një moment historik dhe nuk duhet mohohet në asnjë moment. Do duhet vizion dhe guxim, dhe çka aktualisht unë e shikoj që mungon në elitën politike në Kosovë. E kuptoj. Një pyetje për zotin Kryeziu para se të kalojmë në publicitet. Zoti Kryeziu, në rast se pas 30 ditëve nuk arrihet të zgjidhet kriza, a parashikohet mundësia që të kalohet në zgjedhje të parakohshme nga ana kushtetuese në momentin që nuk e kemi të konstituuar kuvendin? Kemi një hapësirë këtu për interpretim apo është e shprehur qartë ligjvënësi përmes kushtetutës? Kam pak probleme rrjet, ju kërkoj falje. Nuk ka problem, janë të pranueshme këto. Nëse nuk konstituohet parlamenti, nuk mund të lëvizë më tej. Procesi i konstituimit të qeverisë një proces krejt i veçantë. Parlamenti është bazik për të vazhduar më tej. Kështu që unë jam i bindur që kriza do të fillojë nesër të zbutet dhe besoj që nuk do të shkon shumë larg edhe ne do të kemi parlamentin e Republikës së Kosovës. Po nëse jo, rastisht nëse ndodh që atëherë presidentja është një autoritet kryesor e cila duhet të jetë vigjilente dhe është faktori i unitetit të popullit të Kosovës, po ashtu duhet të bashkëpunoj me subjektet politike dhe të arrit një konsenzus përmes kompromisit. Lesira më e madhe deri te krijimi i institucioneve të parlamentit është që Albolena Haxhiu duhet të tërhiqet dhe partitë tjera, subjektet tjera opozitare janë të gatshëm të votojnë çdo kandidat tjetër deputet të vendosjes. Për t'i dhënë fund edhe kësaj që më shumë konsiderohet edhe si artific për të kaluar tek ajo që në fakt është më rëndësishmja votbesimi i qeverisë së Kosovës nëse Albin Kurti do t'i sigurojë numra. Kam një bindje shtellë dhe jam optimist që do ta kalojmë këtë situatë. Kjo është një situatë absurde e cila është pa precedens, por momentin e kalimit të kësaj situate atëherë ne duhet të bëjmë ndryshime kushtetuese, pastaj ligjin mbi qeverinë dhe rregullore, e cila janë në diskrepancë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidentja që ju e përmendet ka bërë aq sa duhet në këtë kohë krize, aq sa e ka parashikuar asaj kushtetuta dhe vendimi i gjykatës kushtetuese i ka treguar asaj një orientim, një rrugë, apo është mjaft e qartë kushtetuta se çfarë duhet të bëjë presidentja e Republikës? Është shumë e qartë, do thotë është shumë e qartë kushtetuta për shkak se presidenti i Republikës e vetmi autoritet shtetëror është që ka legitimitet dhe legalitet të plotë për momentin. Përndryshe parlamenti është i shpërndar, qeveria është në detyrë dhe aja ka për detyrë kushtetuese që të unifikojë forcat dhe të ndihmojë në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Dhe unë e konsideroj se nuk ka bërë as duhet, ishte një rekomandim i imi më herët, vetëm një herë i ka ftuar forcat politike, edhe aty për pak kohë dhe pastaj asnjëherë më nuk ka ftuar. Unë e rekomandoj përsëri që ajo duhet me qenë në nivel detyrës për shkak se është edhe komandant suprem i forcave të armatosura. Zoti Gjeta, zoti Veliu, mendoni se zonja Osmani ka bërë aq sa duhet në rolin e saj si presidente e Republikës? Apo ka edhe një interes vetjak se ndoshta mund të dojë që të vazhdoj presidencën edhe për një mandat? Ajo mund jo. Zoti Veliu. Po, zoti Kryeziu në fillim se ndoshta mund t'i shkëputet internetin, fal zoti Veliu. A mund t'ju përshëndesu nëse jam në zonë, kam një detyrë. Po, patjetër. Cili është mendimi juaj në këtë rast? Zoti Kryeziu dhe mund të Edhe ishte pyetja se cila ishte pyetja? Jo, pyetja në këtë rast ishte për zotrinj, po mendova mos kishit diçka tjetër për të shtuar në argumentin që ju kishit më herët.
Jo. Okej, atëherë shumë faleminderit që ishit për të dhënë shpjegimet tuaja, zoti Kryeziu, lidhur me atë çfarë ka komunikuar dje për publikun vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e krizës. Faleminderit shumë. Ju përshëndes të gjithë. Faleminderit. Zotë Veliu, atëherë për zonjën Osmani, cili është opinioni juaj? Presidenti i Republikës mund të bënte diçka më shumë apo ka edhe një lloj konflikti interesi se mund të ketë një aspirat për të vazhduar në krye të presidencës? Me sa duket zonja Osmani më tepër se për gjithçka tjetër është interesuar për të mbetur edhe një mandat në krye të detyrës dhe gjithë kohën e saj është duke shfrytzuar me vizita vende pa vend, nevoje pa nevojë gjithku nëpër botë dhe vizita të pasuksesshme pasi që Kosovës nuk I ka ardhur asnjë njohje nga vizitat e zonjës Osmani, ndërsa sa I përket pjesës për afrimet të forcave politike, aja ka pasur vetëm një tentativë ku I ka ftuar këto forcat politike dhe pas atij takimi vetë është deklaruar se do vazhdojë me takime të cilat nuk kanë ndodhur asnjëherë, çka unë mendoj se nuk e ka kryer detyrën e saj kushtetuese. Pra, pasi që në Kosovë presidenti nuk është vetëm ceremonial, presidenti I Kosovës ka shumë më tepër kompetenca se sa për shembull kryepresidenti shqiptar, presidenti I Shqipërisë, ndërsa po njëra nga kompetencat kryesore është që është një figurë, duhet të jetë një figurë unifikuese dhe duhet të përafroj të gjithë, si presidenti I vendit, si figurë unifikuese, këtë detyrë ajo nuk e ka kryer ashtu siç është dashur dhe siç e kërkon Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Do duhet të kishte qëndruar vërtet mbi pale duke treguar një rol proaktiv? Unë mendoj që është vështirë që në ambientin politik në Ballkan, raporti mes presidentit dhe kryeministrit, qeverisë dhe parlamentit tjetë një raport, do të thoja unë, I cili I ftohtë në gërmën e kushtetutës. I ftohtë, por edhe që arrin të përqojnë tek njëri tjetri mesazhet e duhura edhe arrin të bashkëpunojnë në frymë të kushtetutës dhe të interesit kombëtar. Mendoj që politika ballkanike është jashtëzakonisht komplekse dhe vështirë për të arritur këto terma dhe mendoj që I vetmi mekanizëm që I vetet në dorë kryetarit të shtetit në rastin e Kosovës është ai I dorëheqjes, pra mund t'i kërcënonte me një akt të tillë, sepse do të çonte automatikisht në një krizë politike edhe më të thellë edhe në zgjedhjet parakoshme, por besoj që nëse nuk ka vullnet politik mes palëve, pavarësisht angazhimit të kryetarit të shtetit dhe në rastin konkret të zonjës Osmani, nuk mund të arrihet drejt një zgjidhje, sepse do duhet që aktorët vetë të vetëdijsohen dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët për themelimin e kuvendit dhe mandej për të shkuar përpara me krimin e qeverisë. Mendoj që, siç e thash më pak më parë, asnjë nga këto nuk është I gatshëm të ndërmarrë hava të tilla, sepse u mungon vizioni, u mungon edhe guximi, të thoya. Në kuptoj. Do kalojmë pak në publicitet për të kthyer të nderuar teleshikues për të folur edhe për festën e Vidovanit që është nesër në Kosovë. Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić kanë lëshuar mesazhe të forta, po ashtu edhe presidenti Donald Trump përsëri sot ka folur për ato që e konsideron dhe që jep kredite vetes për shmangjen e një konflikti dikur me Serbisë dhe Kosovës, por po e rikthen her pas here në vëmendje që kur Izraeli sulmoi Iranin. Kthehemi pas pak edhe diskutojmë edhe mbi këto dy pika.
Jemi rikthyer të nderuar teleshikues në çdo kënd dhe jemi me Lulzim Veliun, analist nga Kosova, dhe Altin Gjetën, politolog që e kam të ftuar në studio. Zoti Veliu, pse sa herë është festa e Vidovanit paralajmërohet për trazira, për krizë, për diçka që do ndodhë, dhe në fakt nuk është se diçka ndodh në atë ditë. A pritet një atmosferë e rrezikshme nesër ose trazira siç paralajmëron kryeministri Kurti, dhe në anën tjetër është Aleksandar Vučić që e akuzon Kurtin se po përdor po themi segmentet e opozitës serbe për të krijuar trazira ndej ku janë paralajmëruar protesta në Beograd. Po, kjo fest çdo herë para kësaj feste është folur shumë për problematikat që mund të sillen, pasi që serbët vinë me parullat shumë nacionaliste, me flamuj, me mbishkrime të ndryshme se këto Kosova është tokë serbe, pra ata vinë për të festuar një humbje të tyre pas 600 vitesh, dhe mirë po, për ndryshim nga vitet e kaluara, unë mendoj se kësaj radhe duhet të kemi një kujdes shumë të shtuar, dhe unë besoj që institucionet shtetërore të Kosovës, duke filluar nga Agencia e Inteligjencës, Policia e Kosovës, dhe të gjitha strukturat e tjera shtetërore që të kenë ndërmarrë ato aksionet të tyre që e gjithë kjo të kaloj në mënyrë të qetë dhe pa eksese, pasi sipas disa informacioneve që kemi dëgjuar edhe në media, por janë dhënë nga njerëz që merren me çështje të sigurisë, kemi tentativa nga politika serbe për të angazhuar të rinj shqiptar të cilët do të kryenin akte, ndoshta edhe akte terroriste kundër serbëve, në mënyrë që Serbia të pranoj ato të dalin me argumente para botës. Pra përmendet rasti Panda që ka ndodhur shumë vite më parë, kur vetë serbët kanë vrarë të rinj serb në një kafenenë afër Pes, dhe është folur shumë se ka agencione jo vetëm serbe, por agencione edhe të vendeve të tjera jo mike të Kosovës, por që janë shtetet të afërta apo që janë përkrahëse fuqishme të Serbisë, që janë duke u munduar të bëjnë angazhime të tilla në mënyrë që e gjithë kjo të kalojë në trazira. Vučići pra është i interesuar që gjithë ato problematikat e tij që i ka në Beograd ti eksportojnë në Kosovë, dhe ja që tani është një fest të cilën një pjesë e madhe e atyre serbëve radikal, nacionalist, do të tentojnë që të jenë pjesë e këtij manifestimi që pritet nesër, pra të zhvillohet në afërsi të qytetit të Prishtinës, në Gazimestan, në vendin ku edhe është një përmendore e asaj lufte të humbur nga serbët, por edhe nga popujt e tjerë të Ballkanit, se nuk të fundit lufta nuk ishte serbe, por ishte luftë e popujve të Ballkanit kundër perandorisë atëhershme osmane, dhe urojmë që këtë ditë nesër të kaloj pa eksese dhe të mos bim prej e provokimeve të grupeve dhe bondave serbe që do të tentojnë nesër në çdo mënyrë që të shkaktojnë incidente, të cilat Vučići është i gatshëm ti përdor për politikë, për diplomaci. Po, ti përdor edhe për shkak të situatës së brendshme në Beograd, apo jo? Është interesuar që të shmang vëmendjen nga protestat që po ndodhin në Beograd, dhe sigurisht Kosova edhe Bosnia janë dy nga vendet ku presidenti Vučić dhe Serbia në tërësi vazhdimisht kanë ndjekur një politikë e cila ka konsistuar në një pikë, në destabilizim. Dhe veçanërisht në Kosovë, Serbia ka ndërtuar një politikë e cila ka synuar 3 objektiva. Objektivi maksimal fillimisht ka qenë që Kosova të mbahet në Serbi, është një histori e mbyllur tashmë. Objektivi i dytë, i cili mbetet, mendoj unë, mbetet i rëndësishëm dhe ndiqet në mënyrë të vazhdueshme nga politika serbe, është ndarja e Kosovës, pra shkputja e veriut dhe kthimi i tij në sovranitetin e Serbisë, dhe objektivi më minimalist është defunksionalizimi i shtetit të Kosovës. Dhe kjo politikë është ndjekur nëpërmjet
përdorimit të serbëve që jetojnë në Kosovë, për cilët Serbia nuk ka një interes specifik, sepse po ta shikoni me kujdes, ata interesohen më shumë për serbët që jetojnë në veri, të cilët janë më pak se gjysma e serbëve që jetojnë në Kosovë, sepse një pjesë e rëndësishme e komunitetit serb jetojnë edhe në jug, ose më saktë jetojnë në jug të lumit Ibër, dhe Serbia i ka instrumentalizuar serbët gjithnjë për ta minuar shtetin e Kosovës nga brenda. Dhe sigurisht momente të tilla celebrimi të festës kombëtare të serbëve mund të përdoren. Se rasin për vigjilencë, sepse mund të përdoren pa diskutim, edhe do duhet që autoritetet e Kosovës të tregojnë vetëpërmbajtje, të jenë të vëmendshme dhe të shmangin çdo incident të mundshëm i cili sigurisht në fund të ditës do të dëmtonte imazhin e shtetit të Kosovës, i cili vitet e fundit shpesh herë është parë me sy kritike edhe nga perëndimi për shkak të akteve të drejta që janë ndërmarrë në veri, por që nuk kanë qenë në raport të drejtë me forcën dhe me mundësinë, sepse kujtoj këtu një shprehje të famshme të Henry Kissinger, diplomat i madh amerikan, i cili thoshte që shtetet e vogla duhet të balancojnë mirë mes të drejtës dhe të mundshmes, dhe Kosova në fakt vitet e fundit nuk ka arritur që të gjej balancën e dur mes këtyre dy komponentëve. Pra, sigurisht ka pasur të drejtë sepse do duhet vendoset rendi legjigji, por fuqia e saj, kapaciteti demografik, ushtarak dhe ekonomik, por edhe fakti që shtetësia e Kosovës është akoma në pikpyetje në disa qarqe të rëndësishme ndërkombëtare, bën që ajo të vjetë në sanksione dhe jo Serbia që... Pa diskutim, të mos të ndryshoj do të kursin e politikës amerikane dhe europiane, dhe ky është një realitet me cilën Kosova dhe gjithë faktori politikë shqiptar do duhet përballet dhe do shikoj kush janë mundësitë që të arrihet një marrëveshje përfundimtare finale me Serbinë, e cila do t'i garantoj Kosovës integritetin territorial, por edhe njohjen reciproke, sepse pa njohje reciproke, unë mendoj që nuk mund të ketë një zgjidhje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Pasi mekanizmat të cilat janë të inkorporuar dhe në Kushtetin e Kosovës, kujtoj këtu, do t'i përdorë gjithnjë Serbia për ta minuar shtetin e Kosovës. Kush janë këto mekanizma? Të thoni ju, vendet e rezervuar për komunitetet në parlament, vendet e rezervuar në qeveri, sepse 10 vende janë rezervuar vetëm për serbët, po ashtu një vend është i rezervuar në qeveri për serbët dhe pakistat e tjera. Por pakistat e tjera nuk janë problematike, sepse ata nuk kanë një shtet fqinj i cili ka një ide nacionaliste siç është ideja e botës serbe, pra për kthimin e gjithë serbe në një shtet të vetëm me një territor dhe suverenitet unik. Dhe dhënia drejta të zgjeruara po ashtu për komunat me shumicë serbe, veçanërisht për komunat në veri, të cilat kanë një lidhje gjeografike me Serbinë, por edhe që me kushtetut Kosovës ju lejohet që Serbia të ofrojë asistencë financiare për ta, ka lënë një shtek hapur që Serbia të jetë një aktor gjithnjë i pranishëm në politikën e brendshme të Kosovës. Edhe mendoj që këto janë disa nga kompromiset e dhimbshme që ka bërë Kosova në të shkurën, por sigurisht i ka bërë sepse ka pas një objektiv madhor që ishte pavarësia. Mirë, por ka momenti, unë besoj që elita politike atje të jetë më e guximshme, më vizionare dhe do duhet ta përmbyll shtetësinë e Kosovës duke i bërë të ditur Komitetin Ndërkombëtar Shtetit Bashkuar të Amerikës se investimi i tyre në Kosovë do duhet të mbrohet deri në fund, sepse për të kaluar ndoshta edhe tek pjesa e dytë e diskutimit, theksoj që pavarësia e Kosovës është një moment unik në marrëdhënie ndërkombëtare. Është një moment i veçantë dhe nuk do të kishte ardhur pa krijimin e këtyre rrethanave speciale, do thoja unë, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin fuqia e vetme dominuese e rendit ndërkombëtar, edhe pas dështimit veçanërisht në Afganistan dhe në Irak, me procesin e shtetëndërtimit atje, Kosova mbeti i vetmi vend ku amerikanët u përfshin me ndërhyrje të armatosur dhe mandej me një proces të ndërtimit të shtetit, i cili filloi të jepte produkte pozitive dhe në një farë mënyre ishte i vetmi vend ishte një rezultat i prekshëm suksesi, ku sigurisht do të plazmohej si një rast suksesi në arenën ndërkombëtare. Ky moment tashmë ka humbur, jemi rrethan krejt tjetër gjeopolitike, ku jemi kthyer tek balanca e fuqive dhe politika realiste. Edhe mendoj që ky është moment jashtëzakonisht delikat, dhe mendoj që është momenti
më i keq që të bëhen kalkulimet ngushta politike në Kosovë. Në Kosovë. Dhe Trump ka reaguar edhe gjatë ditës së sotme. Zoti Veliu, ai përsëri është shprehur se Serbia dhe Kosova ishin gati të përplaseshin, po shkonin drejt një lufte të madhe. Dhe ndërkohë ai ka thënë që ju ka thënë palëve që nëse përplasen do të ketë një ndërprerje të marrëdhënieve tregtare me ta dhe aty pastaj ka pasur një hezitim. Ne ndalëm Serbinë, e cila është e gati të fillonte një përplasje, deklaroi edhe para 2 ditësh presidenti amerikan pas samitit të NATO-s. Çfarë është për ju ky reagim i zotit Trump? Është vetëm për t'i dhënë kredite emrit të tij si presidenti i Shtetit Bashkuara, si njeri që bën paqe, që pengon konflikte, apo është edhe një sinjal i mirë për Kosovën që përmendet dhe përmendet në këtë rast? Po, për që përmendet nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë moment është shumë gjë e mirë, pasi vota po përballet me problematika shumë të mëdha. Mirë po deklaratat e tij, sidomos ajo sotme dëshmon edhe një herë se presidenti Trump nuk ka një huri të mjaftueshme mbi Kosovën e Serbinë dhe problematika që qëndrojnë mes të këtyre dy vendeve. Por unë mendoj se një nga ata iniciuesit e gjithë kësaj shtytje nga zoti Trump është ish ambasadori Grenell, apo tash përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës që merret për problematika jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për krizat, pra është ai ndoshta nga shtytësit që e bën që presidenti Trump të zënë gojë Kosovën dhe unë kam ngulë gjithmonë deklaratat e mia publike që qeveria e Kosovës, si kjo aktuale apo qoftë edhe qeveria e ardhshme, duhet që një orë e më parë të vazhdoj dialogun dhe të përmbyll në këto suozat së bashku me Bashkimin Evropian dhe të arrijë deri te realizimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes të Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshje e cila nuk është marrëveshja më e mirë, por për momentin nuk ka më të mirë se sa të na kthehet në tavolinë edhe një herë korrigjimi i territorëve. Korrigjimi kufive apo shkëmbimi i territoreve si snihen nga Trump. Marrëveshje të cilën Serbia në çdo mënyrë është duke lobuar dhe duke u munduar që ta sjellë sërish në tavolinë, pasi që serbët janë të interesuar që me Kosovën të ndahen, po për të ndarë nga Kosova duhet marrë diçka me veti. Ndërsa në rast se ndodh një gjë e tillë, Kosova do të ndahet nga Serbia, do humb një pjesë të mirë të territorit, do humb një minjer, do humb liçenin e ujmanit dhe në këtë mënyrë do të jetë një shtet jo funksional. Pra kjo është një marrëveshje e shumë e dëmshme dhe jo e përshtatshme për Kosovën, pra gjë e cila do ta çojë në një katastrofë. Këtë më së miri e dëshmon rasti i fundit që ndodhi në sulmin që është bërë mbi kanalin e Ibrit që vjen nga liçeni i Ujmanit, e pam qartë se çfarë problematikash mund të ketë Kosova. Goditje infrastrukturës kritike. Po, në momentin që u godit infrastruktura kritike, po çfarë problematika është do të kemi ne pa liçenin e Ujmanit, i cili jo vetëm se furnizon shumë qytete me ujë të prishëm, por furnizon edhe termocentralin e Kosovës për ftohjen e kazanëve, pra domethënë pa liçenin e Ujmanit nuk do të funksionojë as termoelektrana e Kosovës. Pra kjo është e papranueshme. Kosova duhet që në çdo mënyrë të bëj luftën e saj politike, diplomatike, të ruaj kufit aktual në mënyrë që një marrëveshje të arrihet me territorin, me kufit aktual që i kemi. Nuk është patjetër na njeh Serbia. Nëse arrihet marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, është marrëveshje e cila garanton, pra gjithmonë mbrapa saj qëndrojnë Franca dhe Gjermania që garantojnë njohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe e pengon Serbinë që Serbia nuk guxon ta pengojë Kosovën në antarësimin në organizatat ndërkombëtare. Ne nuk na duhet asnjë gjë më tepër. Nëse ne arrijmë që një njohje nga këto vende, do jemi antarë Bashkimit Evropian dhe pas një periudhe mund të bëhemi antarë i NATO-s, nuk është patjetër të na njohë Serbia. Nuk e kemi patjetër të na njohë Serbia nëse Kosova arrin këto
Pra, që bie dakord me këtë. Të bëhet antare këtyre organizatave ndërkombëtare, nuk është patjetër të na njeh Serbia. Po zoti Gjota, cili ishte reagimi juaj? Unë mendoj që pa një njohje reciproke me Serbinë, problemi i Kosovës nuk do të gjejë një zgjidhje finale, sepse procesi normalizimit ka 10 vite që tentohet të arrijë dhe nuk është arritur, sepse dialogu në vetvete ka qenë një simulim, mendoj unë, pa nuk ka pasur dialog vërtet mes palëve, sepse Kosova dhe Serbia nuk kanë diskutuar me njëra tjetrën për çështjet që kanë, por kanë diskutuar respektivisht me Brukselin. Edhe ironikisht do thoja unë, dialogu në farë mënyrë ka normalizuar marrëdhëniet e Serbisë me Brukselin, ndërkohë që ka përkeqësuar marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian, çka është paradoksale. Dhe mendoj që në formatin që është zhvilluar dialogu deri më tash nuk ja vlen që të angazhohesh me të, sepse nuk ka prodhuar dot asnjë marrëveshje konkrete, finale për palët. Sigurisht janë bërë disa hapa pozitiv në fillim, në nivel teknik, por kur dialogu është ngrit në nivel politik, mosmarrëveshjet kanë dalë në pa, konflikti rreth Kosovës është agravoar edhe më shumë, edhe mendoj që një marrëveshje siç janë nënshkruar të paktën, se janë nënshkruar 3 marrëveshje deri më tash, edhe nuk ka pas implementim. Pra, nuk mjafton që të arrihet një marrëveshje ku në qendër është normalizimi. Unë mendoj që duhet një marrëveshje ku në qendër është njohja, sepse pa njohje reciproke dhe pa kontestimi kryesor është asociacioni, që Vučić thotë unë kam të drejta kërkoj se është firmosur dikur dhe Kurti bën çdo manovër që ta refuzoj. Konflikti mes Kosovës dhe Serbisë nuk është një konflikt për të drejta. Pra, për të drejta më shumë të serbëve në Kosovë apo të shqiptarëve në Serbi, por është një konflikt kush do ta qeverisë dhe kontrollojë territorin e Kosovës. Ky është thelbi i konfliktit. Edhe në këtë kuadër unë mendoj që pa një njohje reciproke ku Serbia angazhohet që të respektojë integritetin territorial të Kosovës, ku heq çdo pretendim ndaj sovranitetit të Kosovës, nuk do të arrihet një zgjidhje finale, sepse edhe nëse themelohet asociacioni dhe Serbia nuk e njeh Kosovën, asociacioni pa diskutim do të shndërrohet në një instrument të Serbisë për ta minuar shtetin e Kosovës nga brenda. E kuptoj. Unë mendoj që konsensusi i vështirë do duhet të sillet rreth kësaj. Pra, asociacioni do duhet të themelohet, gjykoj unë, vetëm në një rast kur Serbia e njeh Kosovën, njeh integritetin territorial dhe nuk ka asnjë pretendim ndaj saj, sepse ndërkombëtarët kanë ndërmjetësuar shumë marrëveshje. Edhe kujtoj të fundit këtu në 2014 dhe 2015 mes Ukrainës dhe Rusisë, Minsk 1, Minsk 2. Dhe çfarë ndodhi? Ku ishin garancitë e ndërkombëtarëve? Vetëm pak vite më vonë shkuaj një konflikt armatosur dhe sot Rusia ka pushtuar të paktën 20-25% Ukrainës. Pra, unë mendoj që nuk mundet që të mbështetemi në zgjidhje që nuk janë në zgjidhje të cilat nuk janë të qëndrueshme. Dhe dialogu posaçërisht mendoj që në këtë formë siç është zhvilluar ka demonstruar që nuk është produktiv, nuk ka arritur një zgjidhje finale. Edhe Zoti Vidiu thotë që nëse e njohin vendet anëtare që nuk e njohin, nuk ka si garanci që do ta njohin, nuk ka si garanci që ato ta ndërmarrin këtë hap. Zero, nuk ka si garancie. E kanë dhënë këtë garanci. Jo, në asnjë moment. Kosova përparon në antarësi. Në asnjë moment nuk ka një deklaratë nga shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian që ata do ta njohin pavarësinë e Kosovës nëse arrihet një marrëveshje normalizimi. Edhe kujtoj këtu që janë nënshkruar disa marrëveshje. Është e 13-ës, është e 15-ës, është edhe 23-shit. Po, pyetja finale, zoti Veliu dhe zoti Gjeta, atëherë nëse me Brukselin nuk pati sukses, kemi shpresë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të angazhohen seriozisht dhe nëse angazhohen seriozisht nën presidencën Trump, a ka ndonjë risk për Kosovën duke pasur natyrën se si zoti Trump i aspiron dhe i kërkon marrëveshjet? Fillimisht unë desha të them diçka rreth asaj çka tha zoti Xhetaj. Padyshim që zgjedhja më mirë do të ishte me njohje reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mirë, por ne jemi dëshmitar të zhvillimit të bisedimeve që nga viti 2008 dhe nuk është arritur deri te ajo dhe Serbia është deklaruar dhe po deklarohet çdo ditë më tepër se kur nuk do ta njoh Republikën e Kosovës. E në momentin që ata nuk janë të gatshëm për të pranuar dhe njohur Republikën e Kosovës, ne
nuk duhet mbesim peng e të lusim Serbinë që hajde të arrijmë një marrëveshje me të cilën do të na njohin, por ne duhet të shohim rrugën përpara, rrugën e prosperitetit, rrugën e zhvillimit dhe rrugën e integrimit. Dhe një gjë e tillë arrihet me realizimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, e cila do t'i hapte rrugë Kosovës për integrimet në strukturat euroatlantike, por edhe për zhvillim ekonomik. Shkruar të paktën 3 marrëveshje normalizimi deri më tash, edhe asnjë nga këto vendet mosnjose nuk ka lëvizur nga pozita fillestare. Ideja është kush e garanton normalizimin. Nuk ka një garanci është pyetja që ngres zoti Gjeta, e cila do t'i sigurojë Kosovës njohjet më teshme dhe integrim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike. Mendoj që ky është një problem kompleks, pa diskutim, por gjykoj që në formatin që është zhvilluar dialogu, nuk mund të vijohet, sepse, si që thashë pak më parë, nuk ka qenë dialog, por ka qenë simulimi i dialogut, dhe Bashkimi Evropian është angazhuar në një proces pa një qëllim final, dhe nuk ka pas objektiv transformimin e konfliktit, por ka pas si objektiv kryesor menaxhimin e konfliktit, dhe janë dy çështje krejt të ndryshme. Po, zoti Veliu? Një gjë nuk duhet harrojmë se ne nuk jemi ata që diktojmë formën e dialogut. Ne duhet të jemi pjesë e dialogut çfarë do të qoftë që na ofrohet si nga Bashkimi Evropian e ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gjë nuk duhet të harrojmë. Kosova është pjesë e Evropës, edhe gjeografikisht i takon Bashkimit Evropian. Dhe si të tillë jemi detyrimisht jemi të detyruar detyrimisht pra që të ndjekim udhëzimet e tyre. Dhe për këtë arsye unë mendoj se një gjë e tillë do të ishte shumë mirë, por që më mirë pak se asnjë gjë. Në qoftë se presim ne deri në momentin kur na jep Serbia ose kthim brapa. Nuk do të kemi asgjë. Ndërsa sa i përket pyetjes suaj për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe implikimin, unë mendoj se po deshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të vetmet të cilat mund të detyrojnë Serbinë për të ardhur deri te njohje e Kosovës. Një gjë të tillë mund të bëhet me joshje të ndryshme apo edhe me financime edhe si ekonomike ashtu edhe me oferta politike për avancimin e tyre. Mirë po, në momentin kur në krye të Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi presidentin Trump, si dhe përfaqësuesin e tij Grenell, i cili nuk është nga ata amerikanë që do ta dëshironin Kosova dhe shqiptarët, unë e dyshoj se do të kemi rikthim të marrëveshjes për normalizim, për korrigjimin e kufive, që e thash më herët është një marrëveshje shumë e pafavorshme për ne, e një gjë të tillë më tepër se vetë Serbia e dëshiron Grenelli si një diplomat i ri për të treguar diçka që ka arritur një marrëveshje në arenën ndërkombëtare. Këtë gjë nuk do ta dëshiroja asnjëherë Kosovës. Zoti Gjeta? Presidenti Trump përgjithsisht ka treguar që në politikën e jashtme ai është më shumë interesuar për suksese të shpejta se sa për marrëveshje të qëndrueshme. Edhe mendoj që fakti që ka përmend Kosovën 2-3 herë ditët e fundit nuk është një moment pozitiv për Kosovën, sepse përmend një kontekst konflikti. Dhe tregon që çështja është e hapur edhe kjo sigurisht ka implikime për shtetësinë e Kosovës, por në tërësi mendoj që në një moment ku ka një konflikt i cili vijon në Ukrainë, ka tensione dhe konflikte në linjën e mesme, që janë çështje jashtëzakonisht madhore dhe me rëndësi për interesat amerikane si fuqi globale, do jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të marrë një vëmendje të shtuar të amerikanëve, sepse pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, amerikanët ja deleguan Bashkimit Evropian menaxhimin e çështjes së zgjidhjen përfundimtare. Mirë po, faktet tregojnë që Bashkimi Evropian nuk ka arritur, nuk ka pasur fuqi, nuk ka pasur kohezion, nuk ka pasur objektiv, nuk ka pasur vizion për ta zgjidhur përfundimisht të mosmarrveshje. Dhe një rikthim i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon, mendoj që është i nevojshëm, do të ishte i dëshirueshëm. Sigurisht hapësirat për të gjetur një zgjidhje ekzistojnë dhe fuqia amerikane nëpërmjet imponimit, pa diskutim, por edhe në mekanizmat e tjerë që kanë bëjnë me marrëveshje tregtare preferenciale, me krijimin e lehtësirave për Serbinë, por edhe për Kosovën në kuadrat e integrimeve euroatlantike kështu me radhë, mundet që ta përmbyllin këtë proces, por se sa të interesuar do të jenë ata të rikthehen. Grenell është aq faktor në këtë moment? Pra, a mund të ketë ndikim? Mendoj që Rick Grenell është një
personazh i cili është afër presidentit Trump, është angazhuar në rajon më parë dhe është afër veshit të presidentit, sigurisht ka ndikim, nuk e di se sa i fuqishëm është ai dhe sa ai mund të, do të thoja, të dirigjojë procese të tilla kaq delikate, por kujtoj këtu që në fund të ditës është Departamenti i Shtetit i cili është krahu diplomatik i qeverisë amerikane dhe aty ka njerëz jashtëzakonisht serioz dhe mendoj që do të angazhohen në mënyrë profesionale për ta zgjidhur përfundimisht problemin mes Kosovës dhe Serbisë, por ajo çka i frigohem unë është kjo që mund shkohet drejt një zgjidhje të shpejtë, e cila sigurisht do jetë jo perfekte dhe mund përfshi komponentë të cilat nuk do të ishin në interes të Kosovës, por në tërësi për ta mbyllur, unë mendoj që gjendja hibride ku ndodhet shteti i Kosovës nuk është e qëndrueshme. Edhe do duhet që të ecet përpara me një zgjidhje e cila mund përfshi ndoshta edhe një kompromis tjetër të dhimbshëm, fatkeqësisht, por duhet të kalkulohet mirë në raport me interesin e përgjithshëm. Nëse ky kompromis, i cili përgjithsisht deri më tash sillet rreth asociacionit dhe formës tij çon në një lojë reciproke dhe një çkyqje të proceseve integruese të Kosovës, unë mendoj që është një hap që do duhet ndërmarrë, sepse kujtoj këtu që nga 2013 Kosova ka hyrë në një shteg i cili nuk i lë shumë hapësirë dhe nuk ja lejon që të kthehet mbrapsht. Pra është një rrugë në cilën ka shkelur tashmë dhe do duhet ta përfundojë diku. Do të gjejmë mënyrën se si të ecë përpara me maturi dhe pa diskutim me një njojë reciproke me Serbinë dhe me një garanci se proceset integruese do të përshpejtohen, unë mendoj që do ishte një zgjidhje e mirë për Kosovën, por sa realiste është kjo, mendoj që mbar shumë pikpyetje. Në të mbetet për të parë, por së pari duhet të zgjidhet kriza në kuvendin e Kosovës. Zoti Veliu, shumë faleminderit që ishit sonte, ishte shumë kënaqësi prania juaj për të diskutuar mbi situatën në Kosovë. Zoti Gjeta, shumë faleminderit gjithashtu dhe falenderojmë edhe zotin Kadri Kurreziu, konstitucionalistin që na dha këndvështrimin e tij, interpretimin e tij mbi vendimin e gjykatës kushtetuese për kuvendin në Kosovë. Faleminderit që na ndoqët, ne do të shihemi të premten tjetër me çdo kënd në orën 21 si gjithmonë. Natën e mirë.